Jemi në lidhje të drejtë për drejtë me rektorin e Universitetit të Gjakovës, me Rilon Bunjakun, shohim si është situata në disa prej këtyre çështjeve që u i fola me mysafirët të nderuar në studio, por kësaj here edhe në Gjakovë. Përshëndetje dhe faleminderit shumë që jeni në lidhje të drejtë për drejtë dhe për durimin, se di që na keni pritur për disa minuta. Përshëndetje edhe juve. Faleminderit për ftesën, përshëndetje për gjithë teleshikuesit e Radio Televizionit Kosovës, po ashtu edhe për kolegët në studio. Faleminderit shumë. Cila është situata në Universitetin e Gjakovës në këto muaj që janë përgatitje për të pritur studentët e rinj? Faleminderit, Universiteti Femiagani në Gjakovë këtë vit është duke operu ose në ofertën e programeve studimi që ofron për gjithë maturantët, ka numrin prej 11 programe studimi, diçka që është vlerë rekorde në ofrimet që nuk janë, domethënë në programet e përhershme janë ofruar 8 programe të akreditimit, maksimumi ka qenë 9 programe, tash aktualisht i kemi 11 programe studimi. Përpara kemi pas 4 fakultete aktive, tash kemi 5 fakultete aktive. Vlen cekët që në Universitetin Femiagani në Gjakovë kemi për gjithë dëgjuesit fakultetin e mjekësisë, kemi fakultetin e edukimit, fakultetin e filologjisë, fakultetin e shkencave sociale, edhe së fundmi kemi fakultetin e shkencave aplikative. Duke pas parasysh trendin, kërkesat e tregut të punës, vlen cekët që së fundmi Universiteti Femiagani në Gjakovë ka akreditu 2 programe të reja në fushën e fakultetin e mjekësisë. Kemi kujdesin shëndetësor në komunitet, është program bachelor, 3 vjeçar, e kemi edhe programin tjetër i cili është shkencat shëndetësore në sport dhe turizëm, janë programe të reja duke u bazuar në kërkesat të tregut punës. Vlen cekët që për 2 vite nuk kemi pas të akredituar fakultetin e edukimit. Kemi lajm të mirë që këtë vit kemi arritur të akreditojmë fakultetin e edukimit, me të cilën komuna e Gjakovës është e njohur historikisht të thotë me fushën e edukimit ndër vite. Për gjithë studentët përse të studiojnë ndoshta në Universitetin Femiagani në Gjakovë, sikurse u potencua nga gjithë parafolësit, do të thotë jemi institucion publik që ofron studime falas. Kemi laboratore të reja edhe të pajisura mirë me pajisje laboratorike, hapësira të mira dhe moderne për studime dhe lexim. Kemi një parlament studentor që është shumë aktiv me aktivitete ekstrakurrikulare, po ashtu kemi një staf profesional të cilët në vazhdimsi integrojnë edhe studentët në punën hulumtuese dhe shkencore. Kështu që duke u bazuar në gjitha këto që veç u potencuan, do të thotë ne kemi bërë gjitha përgatitjet e duhura për me prit të thotë gjeneratat e reja. Aktualisht njësitë akademike kanë filluar me vizitat në shkollat e mesme, duke i promovu programet e tyre akademike që është në ofertën e Universitetit Femiagani në Gjakovë për këtë vit. Rektor, nuk e kemi pamjen nëse keni mundësi me rregullu kamerën, për shkak se nuk ju kemi me pamje vetëm me audio në këto çaste të fundit. Kështu që po shpresoj shumë që të kemi mundësi që t'ju kemi edhe me pamje. Kemi një shkëputje po më thonë, kështu që po shpresoj që ta rikthejmë shumë shpejt bisedën derisa ne po i shohim bashkë se cilat janë mundësitë që ofrojnë universitetet publike në Kosovë dhe vërtet qëndron ajo që po e thoja më herët me mysafirët në studio, që vërtet është mundësi shumë e mirë edhe një moment shumë i mirë për gjithë të rinjët që të bëhen student sot me gjitha këto mundësi dhe kushte që po ofrohen. Po, i kemi sërish rektorin e Universitetit të Gjakovës, po, tani ju dëgjojmë dhe ju shohim, ndërkohë flasim pak sa i përket stafit dhe kuadrove, si qëndroni në këtë aspekt? Në aspekt të stafit akademik, si që potencova, kemi një staf akademik profesional të cilët janë të përkushtuar për të ofruar më të mirën tek studentët, për të plotësuar objektivat e universitetit drejt përmbushjes
kërkesave të tregut të punës, duke kontribuar me punën ulëmtuese shkencore, edhe njëherë duke kontribuar në komunitet përmes misionit të tretë. Ne kemi stafin e brendshëm, po ashtu edhe stafin e jashtëm që mbështetemi në gjitha ato lanë cilat nuk mund të mbulohen nga stafi i rregullt akademik. Po sa po keni mundësi me ju përshtat kërkesës së tregut të punës me programe në fakultetet e universitetit? Po, si që potencuan edhe parafolsin, do të thotë edhe Universiteti Fëmijë Agani Gjakovë, gjitha njësitë akademike kanë bordet këshillëdhënëse për ndërmarrësi, ku i adresojnë do të thotë kërkesat e tregut të punës. Vlen potencohet që me zhvillimin e teknologjisë, kërkesat e tregut të punës në vazhdimsi do të thotë janë shumë dinamike dhe ndryshojnë. Ne kemi takime të rregullta me këto borde këshillëdhënëse, po ashtu edhe me bordin për ndërmarrësi dhe inovacion që është në nivel të universitetit, ku mohen takimet, merren do të thotë vlerësimet e tyne e cilat janë kërkesat e reja, sapo përmbushën kërkesat e tyne prej studentëve, shiqohet cilësia e studentëve dhe programeve që po ofrohen, shiqohet se ku mund të përmirësojmë bashkërisht, se ku duhet të orientohemi më tepër. Vlen potencohet edhe një element që Agjencioni Kosovar i Akreditimit ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm në vitet e fundit, për shkak se me shtrëngimin ose me përditësimin e standardeve të reja, do të thotë kërkesat janë shumë më të mëdha prej universiteteve për të arritur të akredituar programe, po ashtu edhe për të mbajtur programe. Vlen seket që kemi vizita të rregullta pa paralajmërim prej agjencionit për të siguruar që universitetet janë duke ofruar cilësinë maksimale, do të thotë duke arritur edhe me përmbushur misionin edhe vizionin e tyre. Duke qenë Gjakova është një pikë strategjike e territorit të Kosovës, ku shumë vende e kanë më të lehtë çasjen në këtë universitet, si është rritja demografike, nga cilat vende ka më shumë student në universitetin e Gjakovës? Duke pas parasysh që jemi në rrafshin e Dukagjinit, ku për sa kemi dy universitetet, Universitetin e PS dhe Universitetin e Prizrenit. Me universitetin u përmend profilizimi, diçka shumë e rëndësishme për universitetet publike. Me Universitetin e Haxhi Zeka në PEI nuk kemi asnjë program të përbashkët, do thotë profilizimi tashmë veç është shumë i pastër. Studentët tonë janë kryesisht nga komuna e Gjakovës. Në drejtimet e fakultetit të mjekësisë kemi nga gjithë Kosova. Në drejtimet e fakultetit të edukimit, do të thotë kemi përpos nga Universiteti i Gjakovës, kemi shumë nga Universiteti i nga komuna e PES, Deçanit dhe nga rrafshi i Dukagjinit. Me Universitetin e Prizrenit kemi fakultetin e edukimit që është i përbashkët dhe faktikisht kemi më pak nga pjesa e komunës së Prizrenit. Vlen potencohet që tash me akreditimin e programit informatika inxhinierike që lidhet me kërkesat tregut të punës, me zhvillimin e teknologjisë, që lidhet me sektorin IT-s, kemi edhe një numër të madh të studentëve që vijnë prej veriut Shqipërisë, do të thotë prej Malësisë Gjakovës, ku tashmë veç i shfrytëzojnë gjitha ato kotat që parashihet, do të thotë kotat e rezervuara për vendet përreth, do të thotë komunitetit shqiptar. E qartë. Unë ju falenderoj shumë për prezencën e juaj sot në kuadër të emisionit tonë. Pasdite, shumë suksese në gjitha këto përgatitje dhe padyshim shumë suksese të gjithë maturantëve të cilët e kanë si synim Universitetin Fëmijë Agani në Gjakovë. Ju falenderit shumë për mundësinë që me promovu sadopak tek maturantët programet e Universitetit Fëmijë Agani në Gjakovë. Vlen potencohet që janë ditët e hapura ku i bëj thirrje të gjithë të interesuarve, maturantëve që të vinë dhe të vizitojnë hapësirat, infrastrukturën e universitetit, të shohin laboratoret, të takojnë profesorët, të informojnë më tepër lidhur me programet, me mundësitë do të thotë dhe bursat që vlen cekët si element që janë goxha të larta, 800-900 sillet bursat në Universitetin Fëmijë Agani në Gjakovë, kështu që jemi të hapur për të ofruar më të mirën e mundshme në gjeneratat e ardhshme të shtetit tonë. Ju faleminderit shumë. Faleminderit shumë edhe prej studios tonë.
Të nderuar shikues, vetëm pas pak do të jemi në një lidhje tjetër